Lëndja seksi nga Shkupi, këngëtarja Adelina Tahiri është sonte protagoniste e një materiali në emisionin prive. Ajo na flet për të gjitha të bëmat e saj gjatë muajve të nxehtë, e aty ka shumë thashë theme, ngjarje interesante, disa të vërteta, po edhe disa të pavërteta. E ndjekim bashkë për më shumë detaje. Adelina Tahiri është emri që përflitet shumë në diskografinë shqiptare. Për temë muzikës, këngëtarja lakohet shumë për jetën private. Shkrime të shumta për pjesën personale të saj kanë bërë që ajo të konsultohet edhe me psikiatër. Kam folur me një psikiatër. Populariteti përpos koncerteve i solli edhe anën tjetër të medaljes. Gjatë gjithë verës së nxehtë, Adelina ishte pjesë e faqeve të showbizit. I fundit lajm që ishte në ballinë të secilës revistë, fliste për aksidentin e saj që mori ngjyrime nga më të ndryshme për shkak të informacioneve të gabuara që rodhen nga faqja zyrtare e këngëtares. Po, aksidenti ka pas një të vërtetë aty që ma kam shoh një ndihmë shpejt, edhe ndihma shpejt ka ikën, po kam bo me një rrugë është në Maqedoni, thirrët rrugë në Shkup është rruga ku është Mavrovka dhe aty ka shumë njerëz, është rrugë shumë frekvente që është edhe fakulteti aty edhe gjithçka. Në momentin kur unë kom bë ndeshje, kom dalë prej Kirit edhe kom shku me një lokal. Në momentin kur ka ikë ndihma shpejt, ka lëshu rotacionin edhe u zboj e madhe, ka mendu që jo në spital, u shkru, u egzagjeru pak ma ndryshe. Po fotot cilat ishin deklarume, është e vërtet që ishin deklarume nga fanpage jem, cilën unë nuk e mirë mbaj sepse nuk kom shumë kohë dhe nuk mundem me ju përkushtu fanpage-it. Përpos shëndetit të këngëtarës që shkruaj që ishte në gjendje kritike, lajmi që mori dhemë për të ishte lidhja me djalin nga Shqipëria. Një marrëdhënie e cila u bë publike nga vetë këngëtarja, por që në shtyp gjithmonë inkuadrohej personi i tretë. Ishi dashuri i Tahirit, para saj ishte në lidhje me këngëtaren Anieza Branca. Jo, më nuk më kam bo as pak për shtypje që ka shkujt një lidhje me te, ose me personi që ka pas të boj diçka me te. Kom pa disa shkrime që kishe i ka shkujt ajo më ndej ka ndalë që nuk ka qenë ajo dikush ka shkujt për një profili tjetër. Ma as pak nuk më ka bo për shtypje, unë si është të respektoj punën e çdo kujt dhe e kaluara e dikujt është e kalume, po me parasysh unë nesër mund t'jeme me dikon tjetër në lidhje që ka pas bën me dikon, ajo e kaluara është e kaluar gjithmonë mbetet, sikur për mua, sikur për çdo person. Adelina ka qenë single edhe jam single për momentin. A kështë mujt me najt me një lesbika? Me pas shoqe nështë pa ato gjuhën gjithsesi, kështu që jo. Por kjo ishte deklarata që pushtoi çdo medje e rrjet social. Shumë reagime e po ashtu sqarim nga këngëtarja që tashmë mbetet pjesë e të kaluarës. Mirë po aja që nuk mori përgjigje është kjo sekuencë e klipit Ani Ani. Deklarata Adelinës bie ndesh me atë që promovon me punën e saj. Nuk i përkrahin në mënyrën që nuk më pëlqen ajo, e kupton, po më mirë është që tregojnë vetveten çka janë, sepse sa me marrë në qafë, ose me mshep, ose me pas kompleks. Në momentin që unë e kom pas në klip është e vërtet, dhe është diçka që unë e vetë kom kërku, me qenë ajo pjesë në klip, për arsye se ajo po lypet e veç po shumuon dita ditës ato dhe gjeni po hecë edhe po bojnë sa ma shumë. E kam pa që edhe kanë shkruajtur për atë çështje që unë nuk i foli kundra atyve, po i kam në klip. Është ndoshta diçka që ka sens me një farë mënyre, po me një farë mënyre unë e shoh që unë edhe muzikën që e bëj, që e këndoj, nuk më pëlqen atë shumë, e du muzikën shumë, po më shumë mundohem me ju përshtat publikut, se sa i përket meje, unë kisha vazhdu kanton, solo këndimin, se kom varru shkollën e muzikës. Tahiri nuk ishte aktive vetëm përmes jetës private. Këngëtarja ka qenë angazhuar edhe në koncerte, por që këtë vit kohë ka kushtuar dikujt tjetër. Çdo pushim që ka ekzistu 2 ditë unë i kom shfrytzu, kom qenë në Greqi, kom përkushtu familjes motrës time që unë e du shumë. Kom qenë me koncerte angazhume, kur kom pas koncerte në Shqipëri, kom shfrytzu me shku në Vermin, ndoshta 2 ditë i kom shfrytzu, më ndej prap jom kthyer në koncert, ajo ka qenë një farë lodhje që u kom mendu që ja shfrytëzoj si pushim, po jom lodh ndërkohë, po jom kënaq. Artistja është fëmia e madh në familje dhe që e re i është përkushtuar karrierës.
Mirë po tani, pas janë rritur vëllai e motra, lidhja e tyre sa vjen e bëhet më e ngushtë. Dalim flash më bojnë Adelina, hajtë po nuk ishe ti e mami jem. Edhe është shumë e lezetshme edhe nuk di, motrën çka do që të them është unë du shumë edhe unë kom dash gjithmonë vllaun tem dhe normal është dashuria ndaj vllaut më e madhe çka ekziston në botë, po tash kur është të rrit pak ka bën 19 vjet, është në pubertet dhe po e shoh e kom si përkrahje disi nuk di me e shpjegu ata që kam vëllezër, e din, edhe tash t'i rinë me mu, më përkushtohet mu kur kom në koncert në vjen. E familja do t'jetë e inkuadruar edhe në projektin e ri të saj. Adelina Tahiri vjen sërish në bashkëpunim, por tani me një femër që ka lidhje gjaku me të. Është një bashkëpunim me një vajzë, cilën unë besoj shumë të dhe ajo pretendon shumë për përcaktimin dhe premton, se është një vajzë cilën e kam familje, por nuk është arsyeja pse është familje dhe unë pikëstem këto fjalë. Ajo këndon gjatë kohë, po këndon popullore, por ajo nuk është e vetëdijshme sa mirë këndon moderne, dhe kështu që ajo është arsyeja pse unë du me bëj një këngë me të. Kjo këngë është akoma në fazën fillestare, por që pritet të finalizohet shumë shpejt. Boje manzit